Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti i ngjallur kur shfaq para nxënësve të tij. Ai nuk u tha atyre fitore, as lavdi, dhe as pushtet, por u tha paqe në ju. Hyri në dhomën ku ata ishin mbyllur nga frika dhe u dhuroi atë që bota nuk mund ta jap kurrë, paqen që nuk varet nga kushtet, nga ekuilibrat gjeopolitik, nga marrëveshjet njerëzore, por paqen e Perëndisë që ka përsen çdo mendje. Një paqe e thellë shpirtërore, e cila vjen fillimisht nga pajtimi i njeriu me Zotin dhe pastaj shtrihet me të gjithë njerëzit. Sot bota është e trazuar. Luftrat të përgjithshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj sujie, Krishti i ngjallur përsërit paqe në ju. Ky nuk është thjesht një urim mirësjellje shoqërore, por është një realitet ontologjik. Vdekja u mund. Dhe nëse u mund vdekja, atëherë çfarë mund të na trazojë më? Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndisë brenda problemeve. Mbi kryqin e Golgothas, Krishti u përball me të gjitha pasionet e njerëzimit. Lakmia e parave e tradhtoi nëpërmjet Judës. Smira e dorëzoi te Pilati. Pushteti i trembur dhe i korruptuar e dënoi. Krenaria e talli, urrejtja e gëzhdoi në kryq. Të gjitha pasionet shpërthyen mbi të, me tërbim, sikur bota të donte ta vriste vetë Perëndi. E megjithatë, në kryq, pikërisht atje ku ligësia mendoi se triumfoi, Krishti nuk kërkoi hakmarrje. Ai thirrri: "O Atë, falje ata, sepse nuk dinë ç'bëjnë." Në këto fjalë nuk mundi thjesht vdekja, mundi rrethin vicioz të ligësisë, mundi logjikën e hakmarrjes që ushqen çdo luftë, çdo rrethje, çdo përplasje të errët në histori. Ngjallja dëshmon se dashuria është më e fortë se vdekja, se falja e shkatërron të keqen, ndërsa hakmarrja e shumë fishon atë. Krishti i ngjallur nuk erdhi të ndëshkojë kryqëzuesit e tij, erdhi të shpëtojë e të paqtojë. Dhe kjo është fitoria më e madhe në histori. Në kohën që po jetojmë, po përballemi me një formë të re vdekjeje, mpirjen e indiferencës, ngurtësimin e zemrës, tharjen shpirtërore dhe një shoqërie që harroi Perëndin, jo sepse ju ndalua, po sepse zgjodhi ta injorojë. Përplasja e bindjeve të padukshme vazhdon të shkaktojë dhe të shkatërrojë jetë të dukshme. Çfarë vlen njeriu të fitojë gjithë botën, na thot Krishti, nëse humb shpirtin e tij? Këto fjalë janë më aktuale se kur. Jetojmë në një epokë ku njeriu ndjek pa pushim të mirat materiale, sigurinë, statusin shoqëror, dhe megjithatë ndihet më i zbrazur, më i vetmuar, i paplotësuar, më i shqetësuar se kur. Ndërsa gjallja na zbulon një të vërtetë të madhe: kush ka Krishtin në zemrën e tij, nuk i mungon asgjë. Dhe jo vetëm shpirtërisht. Zoti që u kujdes të ushqej 5.000 vetë me 5 bukë, Zoti që shndroi ujë në verë, Zoti që tha: "Kërkoni më parë mbretërinë e Perëndisë, e të gjitha këto do ju shtohen." Ky Zot nuk i le fëmijët e tij pa gjërat e nevojshme. Ai kujdeset dhe për trupin dhe për shpirtin. Jep edhe bukë edhe paqe. Plotësia nuk gjendet në grumbullimin e pasurive, por në lidhjen me Krijuesin. Vetëm tek ai ne mund të gjejmë paqe, sepse vetëm ai është paqja jonë. Ne dim çfarë do të thotë ngjallje, jo vetëm teorikisht, por nga përvoja e jetuar. Kisha jonë ortodokse kaloi Golgothan e saj. Për dekada me radhë u përpoqën ta zgjësonin çdo gjurmë besimi. Kishat u shkatërruan, klerikët u martirizuan, fjala Perëndi u ndalua, kisha duke e vdekur, e varrosur në një varr të vulosur. E megjithatë ai u ngjall, guri u rrokullis, besimi lulëzoi përsëri nga rënojat, kishat u ndërtuan, komunitetet u krijuan. Kjo nuk ishte arritje njerëzore, ishte fuqia e Krishtit të ngjallur që vepron brenda historisë. Kisha bën thirrje përsëri për ngjallje, këtë herë për ngjalljen e çdo shpirti. Krishti i ngjallur qëndron sot përpara nesh, siç qëndroi përpara Thomait, duke na treguar plagët e tij. Nuk i fsheh, nuk i heq, i mban përgjithmonë mbi vete si dëshmi e përjetshme dashurie. Këto plagë thonë: "Kaq shumë të desha,
sa që pranova dhimbjen më të rëndë për ty. Çdo person, çdo shpirt është aq unik, aq i papërsëritshëm, sa që Perëndia do të vinte edhe sikur të ishte vetëm për një njeri. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë botë të trazuar na mjafton vetëm një siguri: Krishti u ngjall dhe jeton. Dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. Dhe nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as mikësia, as varfëria, as përndjekja nuk mund të na ndajë nga dashuria dhe paqja e Tij. Dita e ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht, shkruan Shëni Ongojarti, është themeli i paqes. Sepse nga ngjallja e Krishtit vjen paqja e Perëndisë. Ngjallja dhe paqja e Perëndisë nuk është një dogmë abstrakte, por një thirrje personale. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqen e ju në të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi në vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe egoizmi. Por që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh. Bëni paqe në zemrën tuaj, thot Shën Serafimi Sarovit, dhe mira njerëz rreth jush do të shpëtohen. Sepse nuk ka paqe atje ku është e keqja, por vetëm aty ku është i pranishëm Perëndia. Le ta gjejmë këtë paqe të Perëndisë në zemrat tona dhe pastaj ta përhapim atë kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe i dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Krishti u ngjall.